Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me edicionin informativ këtu në portalin Presheva.com. Ju njohim ngjarjet dhe aktualitetet ditore. Shqipëri Marifi, pushteti lokal mbron hapësirat publike të uzurpuara nga individ apo grup qytetarësh. Ndihma e pushtetit lokal që po i bëhet shtëpisë së shëndetit nuk krahasohet as me 20 vitet e fundit. Shërbimi Nacional për Punësim, filialja nga Vranja do të bëjë shpalosje në programeve konkurseve për vitin 2019. Pushteti lokal mbron hapësirat publike të uzurpuara nga individ apo grup qytetarësh. Asnjë qytetar nuk mund të abuzojë me pronën publike për interesa personale, por hapësirat publike duhet mbrohen dhe të respektohen. Ka thënë kështu sot në konferencën për media kryetari i Komunës Preshevës, Shqipëri Marifi. Të gjithë ata që uzurpojnë hapësirat publike duke vendosur panoja apo bllokuar trotuarët e këmbësorëve pa leje të administratës komunale do të kenë fatin e njëjtë Zotit Mehmeti, ka thënë kështu kryetari Arifi. Pushteti lokal mbron hapësirat publike të uzurpuara nga individ apo grup qytetarësh. Asnjë qytetar nuk mund të abuzojë me pronën publike për interesa personale, por hapësirat publike duhet mbrohen dhe të respektohen, ka thënë konferencën për media kryetari i Komunës Preshevës, Shqipëri Marifi. Arifi këto komente i bëri sot pas mbledhjes së Këshillit Komunal, ku u aprovua raporti financiar për vitin 2018 dhe 2019 i Shtëpisë Kulturës, revidimi i strategjisë për zhvillimin e komunës son dhe të tjera. Arifi ka folë për lirimin e hapësirave publike, ku ka potencuar se heqja e panos në qendër është bërë mbas procedurave ligjore, përkundër asaj që Isuf Mehmeti nuk dallon interesin e tij privat nga ai publik. Kjo është vetëm hapi i parë. Të gjitha panojet apo billboardet të cilët janë të vendosura ilegalisht në vendin tonë, në hapësirat publike, apo edhe në ato hapësirat private, ku nuk është marrë leje, ato do të vendosen sipas procedurës. Ne nuk jemi një hapësirë ku një person, sikur ky i tillë, të cilën na njohim tash, jo vetëm prej nga tash, por edhe prej nga kaluara, të cilët nuk di të daje interesin publik me interesin e privat biznesor të atij, sa këtë media nuk e ka. Nuk është media, kjo është një nuk është vetëm fake news kjo që bën Rëtëva Aldi, por është një maniak medial i cili e përdor kamerët edhe Facebookin edhe mikrofonin vetëm për të realizuar interesin e tij personal të paradës. Na kemi kaluar një vit tani në bashkëpunim me Rëtëva Aldin, në vitin e kaluar, në të cilën Rëtëva Aldi është munduar me krijuar shtypje ndaj pushtetit lokal, kinse ai ka një televizion dhe një media me të cilën neve mujtet të na friksoje edhe të na futin në pozitë që ne do më shumë parë se sa vetëm ka marrë. Rëtëva Aldi në vitin e kaluar ka marrë më shumë ti subvencione në të gjitha kohët më parë, qofse marrë në pushtetin famkeq të Rami Mustafës, me të cilën sot është bërë mik, vetëm për të realizuar interesin e tij, kështu që në këtë drejtim ai nuk ka kur një farë bazë, nuk ka as fakte të cilët flasin kundër pushtetit lokal aktual, por ka vetëm dhimbjen e mos realizimit të interesit e tij personal për më nuk me thjesht ma shumë jetës se sa vetëm ka marrë jetën në vitin e kaluar. Kjo është një zhvillim i cili bëhet në emër kështu të moralit gazeteresk nga një person i cili nuk posedon as në vjetën private moral, kështu që shihet edhe në ato akuzat të cilat ai bën në forma të ndryshme në web portalin e tij tash, ndaj meja edhe personalisht, për të cilën jam falenderues, dhe vetëm vazhdo kështu se kjo vetëm çka pa më të kaluarën, pa më të ardhmen do të më ndihmojë, qoftë ne do të marrim mësimin e duhur, vetëm vazhdo kështu. Të gjithë ata që uzurpojnë hapësirat publike duke vendosur panoja apo bllokuar trotuarët e këmbësorëve pa leje të administratës komunale, do të kenë fatin e njëjtë Zotit Mehmeti, ka thënë kryetari Arifi. Në këtë drejtim, jo vetëm panojat kanë qenë pikë qëllimi jon, por
në përgjithësi ne kemi me vendosur brenda kohës të shëtutje edhe hapa në drejtim të uzurpimit publik edhe jo vetëm nga ky person, por edhe nga persona apo kompania tjera të cilët e shfrytëzojnë hapësirën publike pa leje, por edhe pa kompenzim. Në këtë duhet të them të të shtoj që kjo nuk është një qasje jonë të pushtetit lokal pa bazë, pa ligj, edhe pa vedije të plot, por është një qasje e pushtetit lokal në drejtim të asaj që në këtë vend dikush një person apo një grup nuk mund të bëjë çka doje në vendin tonë. Njëjtë është edhe me rastin e panojeve, njëjtë është edhe me uzurpimet e trotuarëve, njëjtë është edhe me uzurpimet e ndërtimeve të ndryshme të cilat bëhen në vendin tonë. Ne po marrim masa agresive dhe represiale, po marrim masa në bashkëpunim me të gjithë. Kemi njoftuar edhe këtë person, por edhe të gjithë kemi njoftuar paraprakisht për atë të cilën ne po do të bëjmë. Jemi të hapur për biseda dhe për bashkëpunim që ta zgjidhim një problem, edhe pse është krijuar nga vetë ata, por me siguri ka qenë në bashkëpunim pushteti lokal i mëhershëm. Përkundër propagandës së egër mediale që kishte kundër pushtetit lokal Yusuf Mehmeti, tani është bindur që t'i hiqet panoja e vendosur në hapësirën publike, ku personi në fjalë e ka shfrytzuar për interesa personale disa vite radhazi. Ndihma e pushtetit lokal që po i bëhet 2 viteve të fundit shtëpisë së shëndetit Presheva në Preshev nuk krahasohet as me 20 vitet e fundit, andaj vlen të përshëndetet. Ka thënë kështu për portalin Presheva.com kryeshefi i praksisë së përgjithshme Ekrem Shaipi. Ndihma e pushtetit lokal për terapi ampulare në vlerën prej 2 milion dinarësh nuk ka ndodhur asnjëherë më parë, andaj kjo vlerësohet nga mantelbardhët dhe drejtuesit e shtëpisë së shëndetit si ndihmë konsideruar. Ndihma e pushtetit lokal që po i bëhet 2 viteve të fundit shtëpisë shëndetit Presheva në Preshev nuk krahasohet as me 20 vitet e fundit. Andaj vlen përshëndetet, ka thënë kështu për portalin Presheva.com kryeshefi i praksisë së përgjithshme Ekrem Shaipi. Ndihma e pushtetit lokal për terapi ampulare në vlerën prej 2 milion dinarësh nuk ka ndodhur asnjëherë më parë në Preshev, andaj kjo vlerësohet nga mantelbardhët dhe drejtuesit e shtëpisë së shëndetit si ndihmë konsideruar. Është shumë, me thonë, jo ferë mos me cek ndihmën e pushtetit lokal, kohën e fundit. Për shembull kemi edhe shënime në për terapi ambulare për fondit, marrëm dikun, ta cekë dikun një cifër, më doket, jem dhe dikuj sakt 5 milion dinar. A tash po ndëgjoj vetëm se pushteti lokal ka ofru 2 milion dinar për terapi ambulare. Këto nuk e ka po asnjë pushtet tjetër përpara. Do kemi një ndihmë të konsiderueshme të pushtetit lokal. Çfarë do të thotë kjo për ju si staf? Por shumë lehtësuese, shumë. Vlen përmendet se gjatë këtyre viteve, pushteti lokal i Preshevës po bën edhe pagesa të disa punëtorëve, të cilët janë pjesë e stafit punonjës në shtëpinë e shëndetit Presheva në Preshev. Mandej kemi na shumë punëtorë të pranum përmes pushtetit lokal. Rrogët financon vetëm se pushteti lokal. Mos mi pas nata punëtor kolaps. Kemi 5 mjeka, 6 mjeka, pas numrin e sakt. Po s'është me rëndësi 5-6 edhe motra kemi të pranume, se kemi në ndales prej Ministrisë për Shëndetësi. Edhe këtë vit është ndalese, edhe muj me thonë që është për lavdalt kjo ndihmë. Është shumë e konsiderueshme për ne. Edhe investimet infrastrukturore që janë realizuar në këtë institucion shëndetësor kanë krijuar kushte më të mira për pacientët dhe punëtorët, ka thënë kryeshefi i praksisë së përgjithshme Ekrem Shaipi. Investimi në urgjencë, laboratori, sigurimi i banave dhe investimet të tjera bëjnë që të shpresojmë se dhe viti 2019 do të jetë vit i mbar për shtëpinë e shëndetit Presheva në Preshev, ka thënë Shaipi. Investimet më pushime. Urgjenca, mundomi barnë me siguru, laboratori ka investime, edhe do të pasojnë edhe investime tjera, cilët shumë shpejt do të shohin qytetarët, edhe do të ndinë.
Më datën 12 mars, viti 2019, në ora 12, sallën e Kuvendit Komunal Preshep Shërbimi Nacional për punësim filiala nga Vranja do të bëjnë shpalosjen e programeve konkuruese për vitin 2019. Fokus i veçantë këtë vit do t'u jepet bizneseve të vogla dhe të mesme, kryesisht punëdhënësve të cilët do të punsojnë persona nga kategoritë marginalizuara të shoqërisë apo edhe personave me nevojat veçanta për praktikantë, vetpunësim, punë publike dhe të tjera. Ka thënë kështu në portalin Presheva.com, drejtori i entit Muhamet Ramadani. Çka nuk kuptoj me promovim në politikat aktive për punësim? Po, së pari mund të them që promovimi i projekteve dhe programeve tona në vazhdimsi është edhe këtë vit, si viteve në vijim. Prej viti 2007 enti për punësim në kuadër me bashkëpunim me komunën vepron në programat dhe aktive për punësim. Kështu që edhe këtë vit kemi shpalosjen e këtyre programeve. Kryesisht këto programe janë të dedikuara për punëdhënës edhe për të papunësuarit. Kush përfiton nga këto? Në këto projekte përfitojnë të papunësuarit, njëkohësisht fitojnë edhe punëdhënësit në programat e ndryshme që do t'i shpalosim më vonë. Cilat do t'jenë përparësitë për ata që do t'inkuadrohen, domethënë punëdhënësit, dhe cilat po ashtu çdo herë kur kemi përparësi ka dhe mangësi? Po sidoqoftë kuptohet që ka dhe mangësi, po problematika është edhe herave tjera e kam cekur se tek punëdhënësit në komunën tonë kryesisht nuk janë të përpjekur me dokumentacion. Dokumentacioni çdo projekti, çdo programi duhet të jetë i drejt për drejt me konkurs. Nëse nuk përputhet me konkurs, atëherë automatikisht bie nga selektimi i atij projektit dhe kandidati e merr notën negative. Për atë arsye mund të them çdo punëdhënës i cili mendon të konkurojë, së pari duhet të jetë i pastër me shërbimin tatimor, të mos të ketë borxh në shërbimin tatimor, po njëkohësisht mos të ketë edhe bllokatë bankare. Çdo bllokatë bankare krijon pengesë te konkurimet e sidomos te projektet e entit për punësim. Përpos këto që i folëm, a kanë të drejtë konkurimin e këto institucione dhe institucione shtetërore publike? Njëkohësisht edhe institucione shtetërore mund të konkurojnë. Programi për institucione shtetërore do të jetë programi për punë publike, të cilët çdo institucion shtetëror ka për të drejtë të konkurojë dhe ta bëjë një biznes plan për nevojat e veta personale mbi atë institucion. Biznes plani përpilohet dhe dorëzohet tek enti për punësim, ku më vonë është komisioni i përzgjedhur do ta bëjë listën kush është përfitues nga këta institucione. Është i mirëseardhur edhe ky projekt sepse jo vetëm që i stimulon edhe njerëzit e papunësuar që gjenden pranë entit për punësim, po i jep edhe një kurajo udhëheqësve, i jep edhe një kurajo të tjerëve që edhe viteve në vijim të konkurojnë edhe më tepër. Kështu që ky projekt është prej 3 muajve, mund të zgjasë edhe 4 muaj, por në vazhdimsi, nëse përpilohet mirë, atëherë vitet në vijim do të jetë edhe më gjatë. Sigurisht që do të jetë deri në 8 muaj. General Shefket Musliu dekorohet me medalje të ardhë dhe me urdhërin e pavarësisë. Presidenti i Republikës Kosovës, Hashim Thaçi, për nder të ditës së 5 marsit, ka dekoruar ish komandantin e shtabit përgjithshëm të ushtrisë lirimtare për Preshep, Bujanoz dhe Medvesh, Shefket Musliun. Kryetari i OVL UÇPMB-s, Bejtullah Bejtullahu, është shprehur se organizata veteranëve të luftës e vlerëson lart medaljen e ardhë nga presidenti i Kosovës për ish komandantin e UÇPMB-s, Shefket Musliun. General Shefket Musliu dekorohet me medalje të ardhë dhe me urdhërin e pavarësisë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi për nder ditës së 5 marsit ka dekoruar ish komandantin e shtabit përgjithshëm të UÇPMB-s Shefket Musliun. Shefket Musliu dekorohet me medaljen e ardhë dhe me urdhërin e pavarësisë për kontributin e dhënë për pavarësinë e Kosovës. Ndarja e kësaj dekorate nga i pari i shtetit Kosovës është vlerësuar shumë e rëndësishme edhe nga krahu i luftës. Deklaratën dhënë Presheva.com, kryetari i OVL UÇPMB-s Bejtullah Bejtullahu
Bejtullahu është shprehur se organizata e veteranëve të luftës e vlerëson lart ndarjen e medaljes së art nga presidenti i Kosovës për ish komandantin e ushtrisë lirimtare për preshqip Bujanoz dhe Medvesh Shevket Musliun. Ne si OVL ndihemi krenar për komandantin Shevket Musliu për kontributin e dhënë si në luftë ashtu dhe në paqe. Ndarje urdhërit për komandantin jo vetëm ish ushtarët, por kjo e bën krenar vendlinjën e tij Konçulin dhe mbar Kosovën lindore, është shprehur Bejtullahu. Jorasisht drejtoresha e shtëpisë së shëndetit në Bujanoc, Lela Jovanović, ka deklaruar gjatë hapjes konkursit për plotësimin e vendeve të punës për vitin 2019 se pranimi i punëtorëve do të bëhet në baza të rekomandimeve nga ana e pushtetit lokal. Kjo si duket edhe ka ndodhur për shkak se mjeku Arton Ajeti, i cili pas 2 viteve përvoi punë në shtëpinë e shëndetit në Bujanoc, në konkursin e fundit për vitin 2019 nuk e ka gjetur veten në listën e të pranuarve. Jo rastësisht, drejtoresha e shtëpisë së shëndetit në Bujanoc, Lela Jovanović, ka deklaruar gjatë hapjes konkursit për plotësimin e vendeve të punës për vitin 2019 se pranimi i punëtorëve do të bëhet edhe në bazë të rekomandimeve nga ana e pushtetit lokal. Kjo si duket edhe ka ndodhur për shkak se mjeku Arton Ajeti, i cili pas 2 viteve përvoi punën në shtëpinë e shëndetit në Bujanoc, në konkursin e fundit për vitin 2019 nuk e ka gjetur veten në listën e të pranuarve. Ajeti, pakënaqësinë e tij e ka shpalosur edhe në rrjetin social, ku ka shkruar se ndonse kryetari aktual bënte nomin me deklarata për shqiptarët me shqiptarët, madje në emisione televizive me megalomanin prej një lideri rajonal, po porosit të unifikohet politika në Kosovë. Po harron se është vetëm një kryetar komune, ndërsa në Bujanoc ja fal pushtetin 50% meqve të tyre, ndonse në zgjedhje bënte se i kishte armiq. Ajeti gjithashtu ka shkruar se tani kishin dalë me konkluzionin se Bujanoci është i bujanocasve dhe duhet ndarë për gjysmë pushteti. Absurditeti është se ka mbet në vitin 2014-2015 dhe se akuzojnë ende se ish pushteti ka largu shqiptarët nga puna, po ju apo largoni shqiptarët nga puna tani në 2018-2019. Vlen theksohet se komo parë mjeku Arton Ajeti në shenjë pakënaqësie kishte patur një mosmarrëveshje me kryetarin e komunës Shaib Kamberi në kabinetin e tij të fundit pikërisht për largimin nga puna dhe mos vazhdimin e kontratës punës në shtëpinë e shëndetit pas 2 viteve përvoj pune, dhe kjo mund të jetë edhe një hakmarrje nga ana e kryetarit Kamberi ndaj mjekut shqiptar Arton Ajetit. Alternativa për ndryshim Dega në Bujanoc ka shprehur shqetësim përmes një reagimi publik lidhur me qasjen e pushtetit lokal në Bujanoc, në cilën thuhet pushteti për shqiptarët largon nga puna shqiptaren. Alternativa për ndryshim Dega në Bujanoc ka shprehur shqetësim përmes një reagimi publik lidhur me qasjen e pushtetit lokal në Bujanoc, në të cilën thuhet pushteti për shqiptarët largon nga puna shqiptaren. Shko njerë në shtëpi ta shohim më vonë, ndoshta bëjmë diçka. Nëse del kana, e puna me ja vazhdu kontratën ajo me shkun të bim të alternativës për ndryshim, këto janë arsyet të ndërprerjes së kontratës së punës të një punëtoreje ndihmëse në administratën e komunës së Bujanocit, e cila i ka 5 vite përvoj pune dhe është e vetmja e punësuar në familjen 20 antarëshe. Pushteti, regjimi i Shaipit po funksionon me logjikën nëse nuk jemi neve, je armiku ynë. Për fat mirë, tashmë koha ka filluar të numrojë mbrapsht, tik-tik, ashtu si kaluan 3 vite, kalon edhe ky i fundit. E shifni jo prej të hanës. Dje në rrugën e Vranjes rreth orëve të pasditës, shtëpia e familjes Sahiti është kapluar nga zjarri. Si pasojë deri tek djegja e shtëpisë kishte ardhur kur zoja e shtëpisë kishte ndezur zjarr për t'i djegur mbeturinat, ku edhe papritmas zjarri ka kapluar shtëpinë e familjes 4 antarëshe. Dje në rrugën e Vranjes rreth orëve të pasditës, shtëpia e familjes Sahiti është kapluar nga zjarri. Si pasojë, deri tek djegja e shtëpisë kishte ardhur kur zoja e shtëpisë
kishte ndezur zjarr për t'i djegur mbeturinat ku dhe papritmas zjarri ka kapluar edhe shtëpinë e familjes 4 anëtarëshe. Para 15 viteve, komuna e Preshevës kishte marrur iniciativën që familja Saiti ta bëjë me kul mbi kokë. Tani kjo shtëpi është e pabanueshme. Zoja e shtëpisë jeton me 3 fëmijët e saj në kushte shumë të vështira, nga se vite me radhë zoti i kësaj shtëpie kishte ndëruar jetë. Lutem qytetarët e komunës Preshevës dhe njerëzit e vullnetit të mirë që të bëjnë të pamundurën për t'i ndihmuar kësaj familjeje që ta bëjnë me kul mbi kokë. Të nderuar teleshikues, ishte kjo e tëra se përket edicionit informativ në portalin Presheva.com. Ne ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë natën e mirë.